Të dashur shqiptar, Bilinçi është me kem në tokë dhe e ka zemrën në Shqipëri. Pra, unë kam 15 vjetë në Amerikë. Jeta ime të dashur bashkëdhetar është më shumë në avion se më tokë. Të dashur shqiptar, erdhi koha e juaj. Unë e shoh që janë në përcepat, kanë frikë të t'i shohin. Mos kini frikë që s'pyesëm ne, e o prej dirami që a jesh së shkurkuqi. Në nuk pyesëm as për Sali Berishën. Unë jam personi që kam firmosur për Salin 33 vjetë më parë. Por mendova, nuk kishe të dashur bashkëdhetar, ishën 5 veta për të bërë president në Shqipëri. Ishën për të bërë 5 parti. Po e them hapur do dalën letrat, ju i keni parë fotot e do t'i nxjerrëm incizimet të gjitha. Unë s'kishe çfarë të bënje, një nga këta do zgjidh. Ishte Fatos Nano, i Partisë Socialiste. Ishte Berisha me Gramos Pashkun, i Partisë Fronti Demokratik. Ishte Gjinushi me Partinë Sociale, Ceka dhe Sabrigotua Gjoja me Partinë Republikane së Amerikë. Unë detyrova të zgjidhje Berishën, jo pse ishte musliman, po ishte doktor dhe mendova që doktorët edhe hasëm ta kesh do të ndihmosh kur ai të jetë sëmur o të jetë plagosur. Ahere, ata menduan dhe i thash Ramis Alis. Ramis ka mundësi ta ndryshosh, se Partia Komuniste e Partia Socialiste në Shqipëri ka qenë. Po ka qenë dhe Fronti Demokratik, dofta juve nuk e keni ditur. Fronti Demokratik, kur të minin librezën frontit, ishe gati për arrestim e gati për burg. Pra, i thash ndëroje vere PD, e vuri PD. Por, nuk doli ashtu si ishte. Nuk dola filluan të vithin, filluan të shkëputin. Unë i them për sot Berishës, për këti mikrofoni. A i minje mirë dhe unë e njo dhe me dhe babë. Berisha largohu me turp, të garantoj nuk do t'jesh një ditë në burg, largohu, kërkoj falje kombit shqiptar, përkullu shqiptarëve, ka bërë gabim, shqiptarët pa tjetër do t'a falje. Mos i ga fëmijët. Berisha, nëse ti nuk e bën brenda javës, ti do arrestojsh të ditë. I e gati për arrestim. Aherë, qeveria që është në fuqi, zvenc kryeministri është gati për arrestim. Të gjithë janë gati për arrestim, por ne po presëm ju, ne duam qetësi. Kërkojnë edhe Ramën të arrestojnë. Të dashur shqiptar, kur të bëhet qeveria, Rama në mëngjes arrestojnë. Pra, ata duan rëmbujnë. Unë i them për këti mikrofoni, drejtorit të policisë të përgjithshme, drejtori. Ato armët që the i ka mbushur, ne dëgjojmë edhe kurrec rrugës me Edi Ramën e me çdo njeri. Je i ri, ti mund të jesh prap në detyra të ndryshme, mbaj policat në rregull, mbaj policat se s'kenë bukë ta hanë, mos i mundohet të prishën shtëpit e shqiptarëve. Ato shtëpit janë në tokën e Shqipërisë. Pra edhe sot deshet bëni një provë, por mos e bëni shaka me ne. Mos luani me zjarri. Mos luani me kombi shqiptar, sepse flamuri shqiptar është kudo. Të dashur shqiptar, unë di që jeni të lodhur. Do të vinë të gjithë nga janë e nga sjanë, nga Amerika. Mos e dini që shqiptarët vuajnë në përbot. A i dini që qajnë, jasteku i tyre laget nga lotë e tyre që ka lënën në rrugë. E din të gjithë emigracioni. Vazhdojnë shkollën, ka mbaruar universitetin me të gjithë drejtime. Shqipëria ka nevojë. Shqipëria ka nevojë, ju duke dofta çudi. Unë kam thënë edhe për Kosovën para se ata të bënin votime. Nuk ka votime. Kur të ngrihet ky flamur në Kosovë, ahere Kosova duke të votime. Sepse ai flamur që është flamur i detyruar. Për arsye se Kosovës i dha një flamur me ngjyra të ndryshme.
Flamuri e shqiptar, kosovarët janë patriot që kanë luftuar gjysh të gjyshi, nips të nipi, kanë luftuar me sërbë, dhëm për dhëm, Malizi, Maqedonia jonë, Aleksandri Madh. Edhe Maqedonis i dëruan një emër. Po të dashur shqiptar, po si mund të ndërrohet emri? A e ndërron emrin ti? A u hëpotën greket kur ata kishte fuqi. Ne ishim në eshte, i pam. Pra, Maqedonia, Malizi, Kosova, qamëria jonë e bukur, është të shpeti bashkë me këtë flamur do valboj. Prandaj shqiptar, e janë i sa më parë, të regjistoheni në tek të ndryshme. Kini me çdo vend punë. Ne u kërkojmë sa më shpejt të bëhen qeveria. Sa më shpejt do bëhen zgjedhje të reja direkt nga shqiptar, ta zgjidhin vetë deputetin, jo me emërime si nga të tjerë. Të gjitha janë të emëruar. Të dashur shqiptar, janë bllokuar shumë para në bankat. Disa mund të thonë që por mirë janë bllokuar ato, kush do t'i marrë? Do t'i merrni ju shqiptar. Unë nuk e kam thënë kot 97% të shqiptarëve do kenë lumturi dhe 3% do t'jenë e ata në përburgje që kanë bërë këtij kombi. Të dashur shqiptar, janë miliona e miliona e miliona dollar, euro të fshirura kesh. Ju e pat vetë të dashur shqiptar në qyjet, një pastruese kishte $1 milion. E minime men sa para kanë? Pra, unë i them prej këtu, e Ilirit që është në burg. Ilir ti po më dëgjon. Ti më je mirë. E ditë e fundit para se të vinje kërko vendim. Ilir, tregoj një nga një në i tim. Tregoj një nga një bashkëpunëtorët tënë, se sa miliona dollar ke marrë gjoja për garbicet që bere këtu kompanin, i mbani për vete. Ilir, je i ri, pa marësisht që ke bërë. Unë nuk dua një njeri që tjetë të burg një shqiptar, se i bet qefi armikëve tonë shekullor. Po dorëzoni ato që keni marrë, ne e dim ku janë. Pra, të dashur shqiptar, unë e shoh që jeni të mërzitur, e shoh që keni erdhur, ne shikojmë çdo gjë, e shoh që nuk e nxirri dot javën, jo muajin, sepse Shqipëria, siç e thash përpara, gjoja janë 800.000 pensionistë, jo vëllezër. Janë 420.000. 400.000 i marrin gjoja për njerëzit e tyre, gjoja të kanë vdekur, u marrën parat. Tamam si që marrën në këtë bashki këtu parat, që nuk punojnë dhe marrën parat. Pra ato do t'jenë tuaja. Të dashur shqiptar, a e doni Amerikën të valvojë flamuri më çdo vend? Ambasada që është ambasada Amerikës. Përveç ambasadës amerikane nuk do shihni asnjë ambasador me të bëjë si governator që fliste këtu, vinë nga Italia me ripal kostume dhe kthehen me valigje me para. Kur ambasador nuk do dali me i huaj, të dali të flasin për punën e Shqipërisë. Jemi zot ne, pra nuk do ketë me të dashur shqiptar. Unë po e them hapur fare. Unë jam në Amerikë, e njoh mirë politikën e Amerikës, jam atje ku duhet. Mos mendoni, kur vjen ndonjë kongresmen nga Amerika, apo si ai lishtori që erdhi këtu, që mori $22 milion nga Berisha, kesh, dhe kur e shinë shqiptarët, edhe thonë është Amerika.